Të ndalemi pak tek lëkura e bananës, doktor, duke qenë se gjyshet asnjëherë na thoshin për shembull kur e konsumonin bananen, mos e jitni lëkurën, por ato e merrnin dhe e përdornin, lyenin fytyrën me të. Pse? Çfarë ndodhet këtu tek lëkura e bananës që bën shumë mirë edhe në kozmetik? Nëse ne do të përmendim që tek banania për shembull ndodhet vitamina A, C, E, B1, B2, B3 e me radhë, ato ndodhen edhe në lëkurat e saj. Nëse do të themi që janë të mishëruara mikroelementet e ndryshëm si magnezi, si kalciumi, si hekuri, si mangani e tjera, ndodhen edhe këtu. Dhe për të mos thënë që këtu ndodhen në një përqindje më të lartë. Atëhere, a mund t'i flakim këto? Jo. A mund t'i konsumojmë? Po, mund t'i konsumojmë. Edhe mund të konsumohen? Edhe mund të konsumohen, por në këtë mënyrë. Për shembull, unë marr këto lëkurat e bananes, pasi kemi larë nga pjesa e jashtme. Pasi janë janë pastruar, mund t'i heqim këto bishtat, pasi kjo është e oksiduar. Për shembull, në raste të djegjeve të lëkurës në furr ose kudo që na ndodh një djegje në duar. Nëse digjemi është e pamundur që të presim këtë të na ekstraktohet për 3 ose 4 ditë, por nëse keni djegje, veproni kështu, në mënyrë të menjëhershme. Grijim tulin e një bananeje, marrim dhe një lugë gjelle salcë, e bëjmë si mask dhe ja vendosim vatrës që personi është djegur. Pra banane për djegje me salcë domate. Sidomos, nëse jemi djegur, si thuash, me avujt e ujit. Kuptohet, avulli është më i nxehtë se uji, pra është rreth mbi 100 gradë, 105, 110 e kështu me radhë. Kjo mask vendoset aty dhe mandej pastaj neve mund të marrim e të përgatisim edhe atë çajin me lëkurën e vidhit dhe të mimozës, dhe bëjmë shplarjen e zonës së djegur me çajin e vidhit dhe të mimozës dhe mandej maska vendoset mbi të. Mënyra tjetër, mund t'i marrim tash në këto lëkurat e grira dhe t'i përdorim për ekzem, për psoriazis, për t'i dhënë fytyrës një shkëlqim. Atëhere, si mund të veprojmë, pra në kushtet e shtëpisë. Atëhere, do të na nevojitej një kavanoz me kapak, do të hedhim në të afërsisht 100 gram lëkura bananesh, pra ose lëkura e njërës, ose të dyja së bashku. Kuptohet, kavanozi është mirë që të mbaj afërsisht rreth 300 ml. Pra vje 2 lëkura bananesh përfërsisht? Pra 1 e gjys deri në 2, në varësi edhe nga hapësira e kavanozit. Atëhere, çfarë do të bëjmë? Mund të marrim dhe të përgatisim për shembull alkoolin në një përqendrim 62 deri në 65% alkool, që nëse në shtëpi ose diku mund ta gjejmë rreth 65%, ajo është gati. Nëse nuk e gjejmë, por e gjejmë, le të themi 96 në një përqindje më të madhe, atëherë le të bëjmë zbutjen e tija. Atëherë, ose do të marrim një enë 1000 ml dhe në të do të hedhim rreth 650 ml alkool dhe pjesën tjetër do ta mbushni me ujë dhe do të dilim tek ai përqendrimi që neve përmendëm më parë. Pra të bëjmë neutralizim. Nëse kemi petale trëndafili, nëse kemi ndonjë degëz rozmarine, e marrim këtë, hedhim edhe disa petale trëndafili në brendësi të saj. Ishte këtu tek bananet. Tek bananet. Pra lëkura bananesh dhe petale trëndafili për pastrimin e puçrave në fytyrë. Bashkë me alkoolin, të cilin e kemi zbutur, dhe do ta lëmë për sa ditë të mbyllur? Këto lihen afërsisht deri në 10 ditë. Deri në 10 ditë, e më pas me një pambuk të pastër? Po, ndahet, veçohet, e kalojmë në një kulles kështu, dhe marrim këtë trecirën, e cila është e mrekullueshme për pastrimin e puçrave në fytyrë. Njësoj si kjo përzierje me lëkurët e bananeve, është dhe një përzierje tjetër që doktori ka para përgatitur më herët, me deg rozmarine. Me deg të rozmarine. Lëkurë banane, deg rozmarine dhe alkool, e cila ka qëndruar për disa ditë, dhe me këtë përzierje sërish mund të veprojmë në lëkurë me probleme. Po edhe për t'i dhënë shkëlqim fytyrës. Marrim lëkurat e tjera të bananes.
i hedhim në një kavanoz, që unë po i hedh në këtë gotën kimike, dhe hedhim në të edhe tambëlgjaku. Pra, letëruajmë ato recepturat, 50 deri në 100 ml. Bananit, tambëlgjak? Tambëlgjaku të thara, afërsisht 30 deri në 40 gram. Kuptohet, për të gjitha trajtimet që neve 30 gram, për të gjitha trajtimet që ne do t'i bëjmë në lëkurë, për qëndrimi i ekstrakteve, kuptohet, është më i madh se ai çajt, për të mos thënë 2 herë më i lartë. Përse do ta përdorim këtë? Atëre, kjo bëhet e mbyllur dhe lihet afërsisht 10-12 ditë. Kjo do të përdoret me shumë sukses në trajtimin e verrukave që ndodhen këtu tek qafa, që më së shumti ato mund të krijojnë edhe nga prania e parazitëve në organizëm, por mund të përdoret edhe për puçrat e tjera në lëkurë. Pra, lëkura bananesh plus tambëlgjaku shumë të suksesshme për trajtimin e verrukave në qafë dhe të puçrave.